Kosova mbetet e cënueshme nga korrupsioni pavarësisht mbështetjes së ndërkombëtarëve në 2 dekadat e fundit, është njëra nga gjetjet e raportit të publikuar nga lëvizja Fol të hënën. Në diskutimin folhapur, drejtoresha e kësaj lëvizjeje, Mejide Demollin Imani, ka thënë se përmes këtij raporti është vlerësuar ndikimi i reformave ligjore në efektivitetin e luftës kundër korrupsionit. Kosova mbetet e cënueshme nga korrupsioni edhe pse prej më shumë se 2 dekada ka mbështetje të gjerë nga partnerët ndërkombëtar për të forcuar sistemin e drejtësisë dhe për të rritur llogaridhënien publike. Lëvizja Fol përmes kësaj analize ka bërë vlerësimin e ndryshimeve legjislative dhe strukturën organizative institucionale në raport me efektivitetin dhe ndikimin e këtyre nismave në luftën kundër korrupsion. Sipas Demollin Imanit, raporti analizon periudhën e 10 vjeteve të fundit, i ndarë në 2 bloqe kohore, 2015-2019 dhe 2020-2024. Duke u bazuar në gjetjet e këtij raporti, gjyqtari supremes Burim Ademi ka vlerësuar se ndryshimet e shpeshta ligjore po e dëmtojnë koherencën e praktikës gjyqësore. Ka pasur pashtu një synim që të vazhdoj me trendin e rritjes së sanksioneve penale të parashikuara brenda legjislacionit. Në anën tjetër, ka shkuar edhe në drejtim të rritjes së afateve të parashkrimit. Tani, kur i trajtojmë këto 3 çështje, mund të pajtohemi dhe do të ketë hapësirë për të diskutuar, po mendojmë se disa prej çështjeve që kanë synuar në rritjen e sanksioneve, ta marrim shembull, ne brenda sistemit gjyqësor e shohim se nuk ka pasur asnjë efekt, qoftë në luftim, qoftë në efikasitet. Dhe kjo tregon pra që nuk është e nevojshme ne të bëjmë ndryshime të shpeshta ligjore, sepse më tepër dëmtojmë brenda sistemit gjyqësor sesa që avancojmë apo krijojmë efektivitet. E drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, vuri theksin te mungesa e trajtimit të rasteve nga gjykatat. Moskryja e detyrës është një farë forme që kontribon në korrupsion. Për më tepër, lëndët e korrupsionit duhet trajtohen me urgjencë. Të paktën lëndët e agjencisë nuk janë trajtuar më shpejt që janë trajtuar më parë, qoftë ajo nga prokuroria, përveç prokurorisë vërtet. Prokuroria është një trend pozitiv, po te gjykatat nuk ka pasur, nuk e mbretë të paktën ndonjë përshpejtim trajtimit të rasteve. Ndërsa konsulenti Albert Avdiu është shprehur se ndërhyrjet ligjore pas vitit 2020 kanë krijuar infrastrukturë më të saktë, por në praktikë rezultatet po shënohen më ngadalë.